Ki njeri e madhën Allahun si duhet, po ka njëherë e ka plën ajo njerëzore, ajo e dopte, ajo e lishtë në jetën e vetë dhe në personalitin e vetë dhe gabon mirë, po nuk haron Allahun subhanahu wa taala. I kthehet Allahut, pendohet te Allahu, kërkon falje për Allahut, i përullet Allahut, i lutet Allahut, përlotet për Allahut dhe Allahu dhul jalal thot alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dhanba wa ya'khudhu bihi aditi robi. Se ka një Zot vetin që ja pranon pendimin, ja fal gjunahat dhe ja largon dëshkimin. Dhe kjo është jeta e besimtarit. Mirë po, nisen nuk duhet me arru kur një herë. Nuk duhet me arru se Allahun e ka Zot vetin dhe e ka me veti kudo që është, e ka me veti kudo që shkon, e ka me veti çka do që të bën, e ka me veti çka do që të thot, e ka Allahun me veti. Po, a që ki bo gabim kalume për e pendu për te, Allahu dhul jalal ka me të shkujt sevap, ka me të shkujt vej për të mirë. Pse? Se rahmeti Allahut është shumë i madh. Rahmeti Allahut e ka bën qiellin dhe tokën dhe çka ka mes tyre. Rahmeti Allahut është më i madh se hidhrimi i Allahut dhul jalal. Sot ke mundësi me shpëtu shpirtin tanë, tregu është qelë, parët janë, çmimi është i lirë, për ndryshe çka do ndodhë, sepse do të vjen një ditë, shënim do të ketë. E kjo është dhalike yawmut taghabun, është dita e humbjes në shitblerje. Kështu Allahu xhallashanu ka emërtuar kiametin. Ajo është kiameti. Atje ma nuk ka shitblerje. Atje nuk ka mall që shitet, as ka pare që mund të blesh diçka. A ditë ka vetëm llogaritë të veprave tuaja. A ditë është dita kur zullumçari do t'i kafshon durët e veta e do t'i gëlltis ato. Mirë po kjo nuk do t'i bën para dhe dobi. Anë lumi aj që ka një shok që kurrin me te përfiton për ti një ajet, përfiton për ti një hadith, përfiton për ti një mesele, përfiton për ti një këshill, përfiton për ti një nasihat, përfiton për ti një vërejtje, një largim nga e keqa, një përkraje për të mirën që e bën aj, lumi aj. Kjo është shoqëria e vërtetë. Ku takohen dy vllazni e nisin mohabetin e shkollimit, e nisin mohabetin e arsimimit, e nisin mohabetin e edukatës, e nisin mohabetin e moralit, e nisin mohabetin e punës, e nisin mohabetin e prodhimit, e nisin mohabetin e veprave të mira dhe projekteve dhe iniciativave të mira që na shumë kemi nevojë për to. ادنو مني لا تدعني يا أخي يا شقيق الروح مني يا أخي يا ضياء قلبي ودربي يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي